Ish kryeministri kanadez dhe Katy Perry kapen ma duke u puthur në jahtin e këngëtares. Ylli Katy Perry, kryeministri kanadez Justin Trudeau, duket se kanë një lidhje me thashethemet që kanë qarkulluar para disa kohësh për një romancë mes tyre. Trudeau dhe Perry u fotografuan duke shkëmbyer një puthje në jahtin e saj në Santa Barbara, Kaliforni. Spekulimet për një romancë mes tyre nisën në verën e këtij viti, kur u pan duke ngrënë një darkë intime në restorantin Le Violon në Montreal. Megjithatë, të dy kanë refuzuar të komentojnë mbi statusin e marrëdhënies së tyre. Perry ka një vajzë 5 vjeçare, Daisy Dove Bloom, me yllin e Piratëve të Karaibeve Orlando Bloom. Ajo gjithashtu ka qenë e martuar me komedianin Russ Brand që nga viti 2010 deri në vitin 2012. Trudeau nda nga gruaja e tij Sophie në gusht të vitit 2023 pas 18 viteve martesë. Ata kanë 2 djem, Javier 18 vjeç dhe Hadrien 11 vjeç dhe një vajzë, Ella Grace 16 vjeç.